Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova në fjalimin tradicional të fundvitit i vendosi kusht Bashkimit Evropian, si kundër përgjigje ndaj thirrjeve të BE-s për miratimin e ndryshimeve kushtetuese me qëllim të zhbllokimit të negociatave. Presidentja duke folur me kritika për qasjen e faktorit ndërkombëtar ndaj rrugës eurointegruese, bëri të qartë se pa garanci të qarta nuk do të miratohen ndryshimet kushtetuese. Potrebna je politička volja. Nevojitet vullnet politik, por jo vetëm Yni, por edhe i Unionit, pasi ne kemi propozuar shumë zgjidhje, ndërsa Bashkimi Evropian duhet të zgjedhë një ose të gjejë zgjidhje të saj kreative për debllokim të procesit. Nëse ka zgjidhje për Ukrainën dhe Moldavin, lehtë do të gjendet edhe për ne. Pa garanci të qartë prej BE-s dhe Bullgarisë dhe pa mekanizma përkatëse mbrojtëse, me dhe një ndryshim kushtetues, ne rrezikojmë që prej këtij procesi të dalim siç plaku i Hemingwayt doli nga deti, me një skelet peshku, me sovranitet dhe identitet nacional kulturor të zhveshur dhe gërryer. Siljanovska në fjalimin e saj një orësh, preku pothuajse të gjitha çështjet me interes shtetëror. Megjithatë, në fokus nuk kishte asnjërin prej çështjeve të nxehta që kanë të bëjnë me raportet ndëretnike apo pikat më nevralgjike që prekin shqiptarët, siç janë zbatimi i ligjit të gjuhëve e ligji i paralajmëruar për përfaqësim të drejtë. Në vend të kësaj, presidentja në fund të fjalimit u kujdes të bëjë një formulim të përgjithshëm me thirrje për unitet. Nezavisno da li smo Makedonci, Albanci. Pavarësisht nëse jemi Maqedonas, shqiptar, turq, serb, rom, vlle, bosnjak ose të tjerë, pavarësisht nëse jemi krishter, musliman, hebrejn apo ateist, vetëm me ndërtimin e unitetit rreth interesave shtetërore ne do të mundemi me të vërtetë të rinovojmë marrëveshjen shoqërore të qytetarëve të lirë, të barabartë para ligjit, të bashkuar para të mirës së përgjithshme. Theks të veçantë në fjalimin e saj, presidentja vendosi edhe te tragjedia e Koçanit, e cila theksoi që ajo nuk është vetëm një fatkeqësi, por rezultati i tolerancës ndaj korrupsionit, mos ndëshkimit të krimit dhe lëshimeve sistematike. Koçani ne beshe samo tragedija. Kjo tragjedi nuk ishte vetëm akt i fatkeqësisë, por edhe lëshimeve sistematike. Duhet i lëmë në qetësi prokurorët të akuzojnë, mbrojtësit të mbrojnë, ndërsa gjykatësit të gjykojnë. Partitë dhe politikanët duhet i ndalojnë përplasjet politike të përditshme në llogari të punës së gjykatës dhe dhimbjes së familjeve. Siljanovska foli edhe për arsimin, ekonominë, digitalizimin, sigurinë, diplomacinë, mjedisin, diasporën, barazinë gjinore e tema të tjera.